problemi, tani problemi fjalë e madhe. Çështja, ku qëndron çështja pa? Këta lloj meshkujsh, 45 plus që merren me femra më të vogla, do thea 40, po me këtë brandin e ri që ka ndryshuar 40-qa, këta merren me këtë lloj moshe sepse janë manipulues dhe këto femra manipulohen më shpejt. Vërtet. Nëse ai do i shkonte me 2000 euro një femër që do ishte 33 vjeç, nuk do i thonte ajo, do thonte o manjak X, çoj duke bëu kam dalë për qeftim. Normalisht këta din ku shkojnë dhe kjo është bërë shumë e shpesh në Shqipëri, sepse unë kam një shoqë që punon në kazino, edhe unë qa nuk dëgjoj, domethënë, dhe janë goca shumë të vogla që është një turk për shembull që vjen shumë shpesh, që e kanë piketuar për shembull, edhe e bëjnë me rotacion kush kujt i bi lapsi që t'ia vari. E kuptoj. Thjesht unë mendoj që këto situatat me sugar dating ndodhin për mendimin tim, ndoshta edhe nga mënyra se si janë rritur. Nuk do të përgjigoj fare këtu, por ka të bëjë shumë mënyra se sa është pak e vështirë për të thënë kjo, po sa të fokusuar ka qenë familja tek fëmijët, tek rritja, sepse nëse ti ishe një lidhje, edhe jo vetëm tek parimet, por nëse ti ishe mami dhe babi që nuk puthen kurrë, nuk qafojnë kurrë, nuk kanë një marrëdhënie tamam, nëse prindërit shqiptar janë mësuar ndoshta edhe nga të tjerë që nuk i kanë parë prindërit duke u përqafuar. Okej, po them janë disa situata që mblidhen bashkë. Janë dhe fakti troç me ekonominë. Po dhe ekonomia, se shef rushin piqet. Unë jam në shkollë universitet, kam një rrogë ndoshta call center 300.000 lek, po shoqet e mia që janë në universitet ikin edhe kanë Louis Vuitton edhe ikin ku ta diun ku, edhe tani du dhe unë sa hap Instagram dhe shoh këtë lloj lifestyle. Si ta gjej unë këtë kaq shpejt? Çka kam unë që mund të ofroj trupin veten? E vërtetë, po qëndroj, unë mendoj që kjo nis shumë thellë, është nga ekonomia e stablerta, se prindit e shkret shqiptar mundohen që të ikin në punë, të punojnë sa më shumë, të bëjnë sa më shumë lekë që ti mundsojnë kushte fëmijëve të tyre. Dhe ndoshta duke punuar aq shumë kanë harruar që ti përkushtojnë këtij fëmijë të mjaftueshëm. Nga mungesa e dashurisë ndodhin shumë gjëra të tjera, nuk do të thotë që vetëm ti shkon edhe gjen një njerëz që të mbajë ekonomikisht, mos. Kjo vjen ku prindit janë vetëm fizikisht aty, vetëm se në lekë në shtëpi, nuk janë emocionalisht me fëmijët e tyre.